Këngët besoj vetëm ka nisur të vinë, sa do pak keni pranuar materiale. Thamë që po ashtu bëjmë edhe lëshime sepse na vinë edhe pas afatit që përfundon apo jo. Sa bëjmë lëshime në këtë aspekt? Edhe pse? Më interesant është të them pse. Për arsye se ne nuk e dimi për startit sa vlejnë ato këngët që do dërgojnë. Edhe kur dëgjojnë komision, ne 3-4 aty, mi dëgjojmë një nga një, shofim shka vlen, shka zvlen, edhe mundet e 30-35 këngët vinë, po prej ato 35 këngët është të vlenë vetëm 12, që e plotësojnë atë kriterin tonë për Festivalin Ilberi. Atere ne jemi detyruar, edhe kemi kohë, si të regon, kemi kohë që ti plotësojmë ato, jo që ti refuzojmë ato këngët me qëllim diçka, pa qëllim vetëm për shka për hirtë të kvalitetit vlerës. Edhe japin shanse dhe disave ati që të përmesojnë se do të pranohet. Se ati nuk ka tjetër interes. Interesi është vetëm kualitativ, vlerave. Të mbati nivel artistik. Të mbati niveli. Ne vetëm jam i sigur për nivel që janë autor të mire dhe Shqipërisë, Kosovës, Macedonisë.